Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit politike në mbyllje të kësaj jave me avokatin e njohur Gylsen Zhdima. Avokat, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Një javë ngjeshur, por më shumë fokusi ka qenë tek lufta, megjithatë ka pasur edhe zhvillime brenda vendit. Tymi i së cilave ndoshta do dalë më vonë, sepse si zakonisht kur ndodh diçka jashtë brenda kalojnë shumë gjëra, edhe ndoshta koha do t'i tregoj. Megjithatë, dy nga zhvillimet kryesore para samitit NATO-s, ku mori pjesë kryeministri, pastaj Meta u lan burg, ndërkohë që kishim edhe vajzën e Trumpit që ishte në Sazan. Kto janë të paktën ato që duken, megjithatë kishim edhe skualifikimet nga BKH-ja. Megjithatë garën e vazhdojnë protagonistët që shikohen si favoritët, mes tyre Gledis Nano, por edhe Joni Keta. Rrof partia themi, po. Ka ikur ndonjë gjë apo jam korrekt deri tani? Jo, nuk e di, po nuk më shkon dot në Amerikë. Pse ke ndaluar vetëm Shqipërinë? Çoj pak në Amerikë, ç'a ndodh në Amerikë? Keni fjalën për urdhrin, për zgjatjen e urdhrit të emergjencës edhe një vit. Do të thotë që brenda këtij viti do të kemi në ngrata të tjera. Jo, edhe një herë të citojmë tek njerëzit tanë që na dëgjojnë, edhe i falenderojmë gjithmonë që ata na dëgjojnë. Urdhro firma e presidentit. Firma e madhe, White House, 20 qershor. Po. Je saktë gjithmonë me dokumenta. Me datën e tham numrin 69. Ju qëndroni Po mirë tani paka shumë, aty ç'a të bëjmë, do rritë maj të mas aty me santimetër apo me sa njerëz do kalojnë. Është çështje e tyre tani se si do jetë i gjatë, do jetë sa metra, nuk e di. Ju keni qëndruar te një magjik, kështu që. Por kjo këtu është letra që unë i kam thënë shumë kohë përpara dhe vazhdon dhe për ata që të kuptojnë që administrata e Trumpit nuk do punoj si Bidenit, por Trumpi nuk do vi të shuaj politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për asnjë rast përveç se atë që ai do ta shikojë, do ta gjykojë të arsyeshme që ta çfuqizojë. Por të vim tani dhe të flasim tek njerëzit tanë të cilët i falenderoj dhe unë me këtë dokument them atë që kam thënë tek ju që numri magjik 69 ekziston, e kemi thënë këtu parë se ky dekret të rikonfirmohet dhe kjo gjë tregon qartazi që ne çfarë themi, pra çfarë nga intervista juaj ndodh dhe thuhet, në një moment të dytë vjen edhe në aspektin e duhur që është letra, pra shkresa. Fjaliti merr era, ndërsa shkresat mbeten dhe urdhrohet që kemi edhe ju tregojmë me shumë dinjitet duke falenderuar gjithmonë presidentin Trump dhe zëvendës presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, i kam pak dobësi. Por kush do të trembet në Tiranë? Shiko, unë e kam thënë dhe do ta them përsëri. Ai i cili ose ata të cilët do të tremben, do të jenë kur do të kalojnë kufirin shqiptar, do të drejtojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në momentin e dur, atëherë kur do ta shikojë të arsyeshëm presidenti Trump dhe normalisht dhe stafit i dhe ambasada e tij, pra stafit i ambasadave këtu në Tiranë dhe diçka tjetër me ambasadën, kur është data që festojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikën për vjetorin e tyre, unë mendoj se këtë vit do ta bëjnë pak më të gjerë. Jo ashtu si ka qenë gjithmonë në mënyrë tradicionale, ftojnë të njëjtët të ftuar dhe kaq. Unë mendoj se do ketë diçka ndryshe, nuk e di. A do të jetë një ambient tjetër? A do të bëhet pak ndryshe? E vërteta është që unë nuk do jem, por Berisha mundet edhe të jetë. Por kjo nuk varet a do të jem unë, a do të jetë Berisha. I bie që Berisha hyn në territor amerikan, po vajt në ambasadë. Po nuk do futet në ambasadë.
Po varet ku do bëhet pritja. Mund bëhet në një E pallati kongreseve mendoj unë. de facto atëherë është i ftuar. Unë mendoj. Nuk e di. Duhet ta shikojmë edhe këtë fakt. De facto, a do ndodhi kështu apo jo? Që de facto është i pranuar, nëse bëhet në ambasadë apo në një ambient tjetër, nëse është i ftuar, de facto. Unë mendoj që nuk do të bëhet në ambasadë, nuk do të bëhet në ambasadë, do të bëhet te pallati kongreseve. Mos gabojmë. Aty do të zhvillohet e gjitha kjo veprimtari për festën e amerikanëve. Se përkon me lindjen e kryeministrit. Tani çfarë bëjmë tani? E ka edhe ai, e kanë edhe ata. Tani puna është këtu. Qëndrueshmëria jon, e vërteta jon doli. Urdhro dekreti, urdhro ku është dhe asnjëri mos flasi kot, jo nga mjes deri në darkë duke thënë sikur do të ndodhin shumë ngjarje në Shqipëri, sikur Spaku do të bënte arrestime të tmerrshme. Spaku ndihmoi Partinë Socialiste Edi Ramën, kufizoi lirinë e opozitarëve, kufizoi dhe ndihmoi zotin Rama duke arrestuar zotin Veliaj, që mos kishte pengesë zoti Rama brenda Partisë Socialiste, dhe ky dekret pikërisht vjen dhe jep përgjigje tek ata të cilët i thonin popullit ton mashtrime. Sikur Spaku do të bëj pastrimin, gjelbrimin të politikës, por çfarë ndolli? Spaku ndihmoi Partinë Komuniste, Partinë Socialiste që të jetë me 83 mandate. Spaku e ka bërë. Avokat, aty në atë listën e numrit magjik, por me zgjatjen e dekretit. Pra jemi në situatë, domethënë hipotetike, po flasim, mund të ketë ndonjë përfaqësues të medias përveç gjyqësorit e politikës që mund të futen në listë zezë, ndonjë gazetar që mund të paguajë non grata? Shiko, unë mendoj që gazetar non grata të nivelit nuk besoj, po diçka më te dhe pak më lartë se sa gazetar, disa të cilët kanë bërë lavazh nga mjesi deri në darkë pushtetit. Po oligark? Ka një dallim midis oligarkut hajdut dhe pushtetit ekonomik. Unë duhet ta sqaroj opinionin. Kemi sqaruar edhe më parë. Oligarku është ai që i fut në xhep dhe fiton asnjë tjetër, ndërsa pushteti ekonomik është ai që merr PVP, por ja jep shërbime dhe qytetarëve. Ka diferencë. Dhe oligark hajdut ka, ndërsa pushteti ekonomik nuk e besoj që të ketë. Kalojmë tek pjesa e drejtësisë, mund të ketë nga drejtësia e re apo e vjetër? Ka. Të dyja bashkë ka. Do të keni parasysh diçka. Ajo që unë e di me plot bindje dhe siguri absolute flas. Trumpi është për 4 vite. Pas Trumpit do zhvillohen zgjedhje. Në rast se linja Trump do të vazhdojë përtej 2029-s, dihet që plepat 2 që kanë bërë sikur po japin drejtësi për shqiptarët, dhe është e njëjta administratë e Trumpit, po në ndryshim nuk do të jetë Trump president dikush tjetër, dihet që ato këtu do shumë kohë presim, ato prokuror dhe ato gjyqtar që kanë marrë vendimarrje politike, por edhe ato prokuror dhe gjyqtar që kanë marrë nga prokuroritë e zakonshme flas, vendime apo veprime të cilët cenojnë drejt për së drejtit interesat e qytetarëve duke u bazuar sikur përbëjnë drejtësi, do të ndëshkojnë në mandatin e dytë në rast se do të marrë dikush nga linja Trump stafetën e republikanëve për president të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, nuk është në këto momente të themi që a do të goditet tani në aspektin e jashtëm. Pse? Do ta them edhe të analizoj këtë. Trumpi është biznesmen. Trumpi bën diçka shumë të bukur, investitor, dhe nuk mund të prish investimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës për aq sa duket që është vut stampa Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në reformën në drejtësi. Tani, a e them unë që reforma është plepa 2? A e thot dikush tjetër është ndryshe, apo e lavdron dikush tjetër? Trumpi nuk bën këtë gabim. Trumpi çfarë do bëj? Në këtë dekret do përfshihen, unë them 69. Do të jenë edhe 69 më shumë.
por individët të cilët janë përfshi këtu nuk do ta mësojnë kurrë përveç 2-3 kokra. Ata do ta mësojnë kur të shkojnë tek konsullata, të aplikojnë edhe t'i japin përgjigje. Përveç kësaj, ata të cilët janë pajisur me vizë, do shkalojnë për te oqeanit, në aeroportat, do thënë, bye, ktheu prapsh. Pra, a do të ketë nga fusha e drejtësisë i ke brenda këtu. I ke dhe prokuror edhe gjyqtar të prokurorive të zakonshme dhe të gjyqësorit të zakonshëm. Mendoj se kanë familjarët të tyre jashtë shtetit, le ta mendojnë, e kanë atje në Amerikë. Ore, mund mos kenë asgjë, po mund edhe të kenë. Por ama, ta keni të sigurt, do ndëshkohen. Nuk ekziston asnjëri prej tyre që mund të shpëtojnë ndëshkimin. Ndëshkimi do të vi nga linja Trump, se pikërisht Trumpi nuk pranon dhe nuk do të pranoj kurr, shiko aktin, që të goditen njerëz sepse kanë një bindje të ndryshme politike, ose pse kanë një qasje shumë të ndryshme në raport me interesin e një gjyqtari dhe një prokurori i cili ka familjen e tij në shtet dhe bën freskë Parti Socialiste. Trumpi tha shumë qartë dhe publikoi vetë dhe tha: unë zotri do ndëshkoj jo vetëm ata të cilët bëjnë korrupsion, por edhe ata të cilët shfaqen sikur po mbrojnë korrupsionin dhe i bëjnë lajka pushtetit në forma të ndryshme. Avokat, vim nga Trumpi, atje vim në Sazan. Vajza e tij Ivanka vizitoi Sazanin bashkë me Kushner, ndërkohë që Rama u kthye nga samiti, por Trumpi më duket nuk e takoi. Unë nuk mendoj se ka një vlerë të takohet apo jo, sepse unë mendoj që familja Trump ruan interesin e babait tyre sepse është president Shtetet Bashkuara të Amerikës. Normalisht në rast se do të kemi një takimi nuk është të japin zotit Rama ndonjë autorizim, sepse zoti Rama bënte shumë shëtitje në samitin e NATO-s, por zoti Trump kishte vetëm komunikim me zotin kancelar mos gabon të Gjermanisë dhe zonjën Meloni shumë pak në disa raste dhe me Erdogan. Po, dhe me Recepin. Pra, me këta ata tjerë, shikoja kryeministrin e Greqisë, po i shkonte afër. Shikoja kryeministrin e Spanjës, e cituar. Shikoja këtë kryeministrin e Tonin, donte sikur po ishte në fush futbolli apo me në event në basketbolli, e kupton të dukej. Nuk shkoj kësaj radhe duke i ra Bidenit kështu nga krau, kështu Hameda ai dhe thoshte për jashtë mos shikoj këtu. Prandaj u lodhën shumë shkretët, duke lëviz djathtas majtës, duke bërë gjithë ato veprime, por nuk pam një foto personale, po pam foto familjare. Sigurisht duhet keni parasysh që në këto konferenca gjithmonë do të ketë foto familjare, dhe duke që në këto kushte nuk ka rëndësi a do të vi vajza e tij apo dhëndri, apo do takohet me zoti Rama apo jo. Zoti Rama qokat ja ka bërë ndryshime ligjore, i ka ndihmuar. Tani a do bën foto apo jo? Unë mendoj që ndryshimet ligjore që ka bërë zoti Rama dhe zoti Vučići në Serbi, zoti Rama në Shqipëri për familjen ose për kompaninë e Trumpit janë të jashtëzakonshme. Pra nuk ka vlerë për mua aspekti i fotografisë, për shkak se ligji i ka dhënë të drejtë ata të bëjnë investim si të dojnë aty në atë zonë. Prandaj nuk ka vlerë fare. Nuk ka për mua vlerë fare për qytetarët të cilës vdesin për kështu, për foto dhe kështu gjëra, mund të ketë, por për mua nuk ka, sepse e vërteta është që nuk ndikon për diçka pozitive, po jetë vetëm negative. Vim tek çështja e aktualitetit nga kronika, ku zoti Meta u lan burg. Paraburgimi vazhdon, nuk ndryshoi asgjë dhe avokati i tij, zoti Cakani, tha që e priste diçka të tillë. Pra nuk ka pushime për Metën dhe vera do të kalojnë qeli. Do ketë apelin, mendoj se do të ketë apelin, por unë do të them ty edhe qytetarëve tanë që na ndjekin, do të keni parasysh diçka. Ne edhe unë personalisht kam mësuar që në vendin tonë nuk ekziston drejtësia ku përfshihet politika, jo vetëm por edhe në raste të tjera.
Por, do të keni parasysh që gjithmonë ai i cili mendon që dikush u burgos politikisht dhe në një moment personi do humbasë gjithçka, zoti Meta nuk ka humbur diçka, thjesht është në burg. Çfarë ndodh me zotin Meta? Zoti Meta është i mbrojtur. U fut në momentin më delikat kur zoti Rama donte të fitonte me ndihmën e SPAK-ut, të merrte zgjedhjet e 11 majit të fitoj betejën e tij. Pra, arrestoi Metën që mos kishte problem brenda Partisë Socialiste, se zoti Meta vjen nga radhët e Partisë Socialiste. Arrestoi Veliajn sepse zoti Veliaj është problem sepse do të ishte alternativa e brendshme Partisë Socialiste, kur zoti Rama nuk do të kishte mundësi të fitonte zgjedhjet. Pra e kufizoi dhe zotin Berisha, për shkak se zoti Berisha ishte një nevojë ekstreme që tregohet që sa i fortë është sistemi i drejtësisë i pavarur, që të kishte zotin Berisha në balkon për një vit, dhe pastaj 6 muaj para zgjedhjeve u liru ashtu siç u liru, dhe më thuaj ti mua çfarë mund të ofrosh ti për 6 muaj ose 3 muaj në fushat zgjedhore kur ti ishe në balkon. Pra ke humbur atë çfarë themi vjeshmërinë e punës tënde në jetën politike. Dhe njerëzit janë zhgënjur apo ka pas intriga të brendshme brenda partisë dhe normalisht ti nuk kishe mundësi të jepi rrugëzidhje, zbrite nga balkoni, shkoje duke bërë aktivitete politike dhe s'kuptoi asgjë sepse gjithë njerëzit u gëzonin se ti ke dal nga burgu i pallatit, pra i balkonit. Pra, duke qenë në këto kushte, zoti Rama bëri çfarë ishte e mundur dhe realizoi, të jemi realist, po pa ndihmën e 20 prokurorëve të SPAK-ut, zoti Rama nuk mund të arrinte këtë gjë dhe pa ndihmën vendimtare të gjyqtarëve të posaçëm të shkallës parë dhe të apelit. Pra, dhe gjykatës së plepave të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë të lutem nuk përjashtojnë nga ky fakt, por më lejoni të them këto magjistratë të cilët unë mendoj që duhet të kishin nënshtruar kushtetutës, po i nënshtrojnë statutit të Partisë Socialiste. Normalisht e drejta e tyre të bëjnë atë që ata mendojnë, por është detyrimi im të them që ata e bëjnë në mënyrë të gabuar, por unë jam i bindur që do të ketë ndëshkime ligjore për ata magjistratë të cilët nuk respektojnë kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Por nuk është momenti sepse nuk ka vlerë fare për mua kjo gjë, as për qytetarët që dëgjojnë cili do të jetë ndëshkimi ligjor ndaj atyre. Nuk ka vlerë, por në një moment të dytë do ta shikojmë dhe do ta dëgjojmë në kalimin e kohës. Por shkojmë tani tek faktet e zoti Meta i cili mbetet në burg. Zoti Meta është kryetar partie. Ka momentalisht në parlamentin aktual 3 deputet, në parlamentin e ardhshëm do të ketë 4 deputet. Pra arriti një më shumë se sa 2021. Ju do thotë zoti Meta është një armik shumë i fortë që zoti Rama e arriti ta fusi në burg. Dhe pse e arriti zoti Rama ta fusi në burg? Sepse ka zotin Meta dhe zotin Veliaj, ka njerëz të cilët janë të familje socialiste dhe ai orienton gjyqësorin që ata të rinë në burg, që zoti Rama mos ketë problem që ata të kenë mundësinë e forcimit. Tani shkojmë tek rasti i vendimarrjes për zotin Meta. Shkojmë te rasti Gëllçi. Po, që kemi Pse them si rast? Sepse unë kam thënë si rast, pastaj kanë dalë të tjerë dhe thënë na kemi rastin Gëllçi dhe kështu me radhë vlerë ato. Kopjoj njëri tjetrin, s'ka gjë. Pastaj s'ka dalë me dokumenta thot kush. Po gjithsesi. Tani, ky është vendimi i Gjykatës Evropiane. Mirë, nuk merrem me këtë këtu. Këto supozojmë që kanë ignorant europianët. Mirë. Shkojmë këta të reformuar nga europianët dhe nga amerikanët. Kujdes tani. Këta janë ignorant, më kupton, këta nuk kuptojnë. Ndërsa shkojmë tek reforma e asistuar nga europianët dhe ndërkombëtarët, shumë pranë në mbret janë po gjithsesi. Tani shkojmë te gjykata e shkallës parë, lënë në fuqi rastin e arrest në burg për zotin Gëllçi. Po më fal, prokurori i trajnuar apo i trajtuar, nuk e di, zgjedhet si do duash ti, eksperiencën e tij dhe kualifikimet e tij. Prokurori kërkues arrest në burg,
A kam prova, s'ka rëndësi. Lidhe këtë dhe me rastin Meta, të lutem. Pra, gjykata noter pranon kërkesën e prokurorit. Shkon personi që i vendoset mas sigurie në apel. Apeli noterizon kërkesën e prokurorit, vazhdimsinë dhe vijshmërinë e mas sigurimit. 1. Prokuror. 2. Shkalla e parë një gjyqtar, pra 2 persona e pan. 3. Prap një gjyqtar, pra 3 magjistrat. Eq prokurorin së shkërkues, 2 magjistrat sepse janë vedimarës. Dhe shkojmë tek gjykata e lartë, që janë 3 gjyqtar që janë edhe ata pjesërisht magjistrat, po plepaxhi. Dhe ata shikojnë a është vendosur ashtu siç duhet masa apo jo, plotson kushtet apo jo. Pra, ishte prokurorin vendosim 1, 2, 3, 4, 5, pra 5 totalisht magjistrat, nuk kuptuan që ndaj zotit Gëllçi ishte bërë një padrejtësi. Në të njëjtën kushte ke dhe Metën, sepse që të vendosësh një masë sigurie duhet të bashkëveprojnë në të njëjtën kohë, jo pas një muaj, pas një javë, 3 kushte thelbësore për vendosjen e masës sigurisë ndaj teje. 1. Mos prishjen e provave, 2. Largimi nga vendi dhe 3. I njëjti krim apo krim më i rënd. Por në të njëjtën kohë, në rast se mungon njëra nga këto të treja, nuk mund të vendosësh masën arrest në burg, po të vendosësh arrest në shtëpi ose detyrim paraqitje. Rasti Meta, të lutem, nuk e shikojmë akoma, është politike. Edhe rasti Gëllçi ishte pikrisht politike. E pat skandalin me RTS-n, qa u bë aty nami, ish njerëz nga puna, sigurisht e pron private. Tani, kjo këtu, reforme famshme e trajnuar nga amerikanët, europianët, kanadezë, marokjanë, afrikanët, edhe nga ministri Ilir Panda, Plepa 2. A ka qenë zoti Panda me Plepa 2 apo jo? A ka qenë ministru zoti Panda apo jo? Ministri drejtësia, a ka qenë apo jo? Nuk e di. Tani, Juri Kim ti që na the për reformën e famshme. Pse duhet një ish ministër të bëhet gjyqtar në kolegjin penal ose në gjykatën e lartë? A na the që sistemi drejtësisë duhet jetë me magjistrat, Juri, edhe të tjerë mashtrues që na keni mashtruar nga mesi deri në darkë? Jo mua, por të tjerë. Pra, zoti Panda ka qenë socialist, ka qenë ministër, nuk shpif. Na thënë, na përgënjështrën, jo nuk ka qenë. Ti je mashtrues ordiner dhe nuk ka qenë ai ministër. Ai ka qenë ministër. Drejtësie, tani me kë ka qenë, se di, gjeni vetë. E pam në këtë rast që zoti Panda e të tjerë nuk e pam që zotit Gëllçi nuk ekzistojnë këto kushte. Shkojmë tek rasti gjykatës kushtetuese, plepaxhit të tjerë edhe këtu. Rastet Tushe, Sonila Betjaj, Altin Binaj. Reformator të sistemit të drejtësisë, njerëz me provojë amerikane dhe europiane, dyshoj për në aspekti profesional kushtetues. Dhe po pikrisht këto çfarë vendosin europianistët, amerikanistët të Partisë Demokratike Amerikane flasën, nuk flasun për ato që duhet për Amerikën e vërtet. Mos ta lirim çështjet për shqyrtim shans penale. Po. Këta të europianizuar, të trajnuar, të skanuar, të filtruar, të gjelbruar, lavazh nga mjesi deri në darkë, vjen gjykata europiane të drejtave të njerëzit dhe i thot, më falni, këtë person, nuk është se keni vendosur masë sigurie, po këtë person e keni denuar zotin Gëllçi, e keni denuar, nuk i keni vendosur arrest në burg, e keni fut në burg dhe i keni thonë që ti e meriton burgun se ti denohesh. Te i thënë zotit Gëllçi. Te i thënë. Dhe këto tani europianët këtu
duhet të paguaj një faturë, po jo ta paguaj taksa pagues shqiptar. Urdhëro faturën. Po pse ta paguajmë ne me faturën e këtyre? I kemë shënime këtu. Pse duhet të pagojmë ne lek për gabimet e këtyre plepaxhive? Me prova. Pse unë duhet të pagoj Vitore Tushën, Sonilën, Altinin? Pse? Pse unë duhet të vloj Ilirin, Medin, Albana? Pse duhet t'i pagoj unë këto pa drejtësi që kanë bërë këta? Tani nuk i kam emrat e gjyqtarëve të tjerë të reformuar të drejtësisë të kalbur. Por pse unë duhet të paguaj një faturë që unë nuk detyrohem ta bëj këtë gjë? Dhe pse mos t'i hiqet rroga e këtyre nga gabimi që i kanë bërë gëllçit? Se kështu ndodhe edhe për Metën, kështu ndodhe edhe për Ahmetajin, kështu ndodhe për të tjerët. Pra, burra futeni në burg se populli, burra futeni në burg se kemi urdhër. E kupton tani logjikën? Pra, unë ftoj Sonilën, notere ka qenë kjo. Po, notere. Vitore, Altinin, Ilirin, Medin, Albanën. I ftoj të paguajnë vetë faturën për gëllçin. Po ashtu, të paguajnë për Metën, të paguajnë për Evelien, të paguajnë për të gjithë politikanët të tjerë shqiptar, që ata nuk veprojnë edhe për një qytetar të thjeshtë, si është gëllçi. Po të paguajnë ata nga xhepi i tyre, dhe jo ata të abuzojnë duke na thonë ne po respektojmë kushtetutën apo ligjet shqiptare. Po ky vendim është mbi ligjet shqiptare. Sepse është kushtetuta e para, marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar me ligj, që vjen këtu vendimi i Gjykatës Europiane të Drejtave të Njerëzit. Pra unë kështu mendoj për rastin e zotit Meta, sepse e mbani mend ju rastin e lobimit, ra lobimi. Prokurori tha nuk kemi për lobim, po më masim a ka lek vjera apo s'ka dhe ç'a bënte gruaja e tij. E kuptuat për rastin Meta? Kjo është. Unë avokat të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën.